Dhe në atë moment më duket se po më vjen diçka më mbyt. Dhe s'mbushesh dot me frym, hapa sy direkt shikoj hijen e zez mbi kokë. Ka qenë darkë, domethënë se isha në gjumë. Shikoj një ëndër të keqe, ishte super ëndër e frikshme. Dhe zgjohem, e kupton, dhe trembem. Pastaj vazhdoj domethënë për të fjetur gjumë prap, se thash ëndër e keqe kalon. A e kujton ëndrën ç'a ishte me detaje? Ishte, të them të drejtën, mirë nuk e kuptoj, po mbaj mend se kur isha në Varreza dhe shikoja plaka të frikshme. Në Varreza? Po. A ja shikoje fytyrën këtyre plakave apo vetëm siluetën? Jo, shikoja si plaka të veshura me të zeza. Të mbuluara? Dhe shikoja, si ta them, si hije, ishin gjëra shumë të frikshme. Pipa kohë dhe vendos të flu prap se ton thash ëndër e keqe kaloj. Në momentin që mbyll syt, o zoti ma, më duket se kur vjen më mbyt diçka dhe i hap sy direkt kështu se isha as zgjuar as në gjumë. I hap sy direkt dhe në atë moment shikoj që kisha mbi kokë një hije të zezë.